E keni thyer ligjin për shkak të lidhjeve politike që keni, prandaj jeni kaq i qetë me deputetën. Po s'është e vërtetë. Shkoma deputeti është punë e saj. Sonte do ju tregojmë në mënyrën më të thjeshtë se si pushteti dhe palishmëria ecin paralel, pa u merakosur as pak për dëmet që mund t'i shkaktojnë komunitetit. Ky zotri quhet Alion Çakëri, biznesmen, drejtori i qendrës së peshkimit në Vlorë dhe pak patronazhist. Se ne kemi në vijë madhe, një shpangëm dot. Mirë. Se para se janë të punë partisë më munges. Por në fakt, nuk duhet të ishte ky thelbi i kësaj historie, nëse disa gjëra nuk do të ndërthureshin në mënyrë perfekte. Siç ju a tham edhe më sipër, Alioni është drejtori i qendrës së peshkimit dhe si i tillë, në vend që të mbrojë hapësirën publike dhe aktivitetin e peshkatarëve që operojnë aty, ka zgjedhur të zaptojë një pjesë të lakmueshme në zonën e triportit të Vlorës, atje ku mes qindra barkave të peshkimit ka mbir ky mol për skafe e jahte që pritet të pasohen nga të tjerë në të gjithë gjirin e zaptuar, duke krijuar një stacion të mjeteve ujore për turistët në dëm të peshkatarëve. Ku është ky porti që parkojnë këto jatet e skafet? Me këtë duhet me fol për këtu. Është Alion Çakëri. Qa është ky? Patronazhist që ka këto, parkuar që motani parkon. Si parkon me pagesa, si mund të? Tu vetëm ka ngel pa pagesë se oksigeni po më duket si pasinjave. Provon për anë. Parkon ai Beo, këtu, Alioni. Këto të komore këtu. Tu parkojnë gjithë skafet. Po këtu. Atje ka zyrin Alioni. E ka fjalën për këtë ambient, përpara të cilit është vendosur një tabel ku qëndron i afishuar ky numër, që pretendohet se i përket subjektit Olsen Sherifaj. Këtu duhet të serojmë diçka. Olsen Sherifaj është shok i ngushtë i Çakërit, pra me pak fjalë, ky i fundit ka përdorur emrin e mikut për të fshehur biznesin e tij. Por siç e dëgjuat edhe nga fjalët e peshkatarit, të gjithë në zonë e dinë se bosi i këtij aktiviteti në dëm të peshkatarëve është ai që duhet i mbronte, Alion Çakëri. Ky është besniku i partisë ka marrë. Ky është sport peshkimit më burr, po këta na kanë ardhur tonë ngul këtu. Ky është sport peshkimit. I pas ka marrë partia, pra. Po partia. Skape duhet ishin ande me radhima, po ande e shiten një dhan privat. Tu kanë ngec këto tani. Gjithmonë kanë zaptu, jo kanë ngabitur, jo kanë marrë. Edhe ju rrini këtu nuk bani za hiç. Çka kanë me bënë? Pavarësisht se duket sikur i kanë humbur shpresat për të liruar hapësirën e tyre, në qershor të vitit 2024, Inspektoriati i Peshkimit ja adresoi këtë abuzim institucioneve përkatëse, duke u shprehur se ankorimi i mjeteve turistike dhe parkimi i një numri të madh të tyre është bërë pengesë serioze për ankorimin e mjeteve të peshkimit. Si pasojë, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ndërhyri gati një vit më vonë, duke konstatuar se moli rezulton të jetë pa autorizim ose leje përkatëse. Por vetëm një ditë më pas, në mënyrë të pashpjegueshme, ky lajmërim u anulua, me pretekstin se ishte vendosur në kuadër të testimit të procedurës së inspektimit online. Dhe në kuadër të këtij testimi, mes qindra masave, Dora pasa ka për rastësisht një mol në triport që gjithashtu rastësisht qen ka abuziv, kjo po që është rastësi. Prandaj, siç mund të merret me mend, biznesi nuk u ndal, madje pedani pruskues i drurit u zgjatua, ndërkohë që lindi nevoja edhe për pak publicitet të këtij aktiviteti zaptues. Siç e do rasti, në video shfaqet vetë bosi i këtij aktiviteti, Alion Çakëri, i cili inspekton punimet nga afër. Se po gënjej? Po zonë s'ka asgjë këtu. Je sigurt? 100%. Alioni e mohon, por në numrin e afishuar, kush do të përgjigjet? Alo, përshëndetje. Erdha deri këtu tek porti, te moli jot. Desha me fol se i kam ca njerëz që vinë dhe desha me fol më shumë për ca skafe. Nuk vonon shumë dhe bosi vjen bashkë me punonjësin e tij, i cili për rastësi është vëllai i një prej inspektorëve të IMT-s Vlorë. Gjëra që ndodhin, jemi vend i vogël. Unë jam Alion. Ti duan vënë det apo në tokë? Ata i dojnë tokë, me ardhë me ulë me thanë skafin këtu, arrin një dita, 2 dita kur mund flasën. 15. 10 metra trosha pagon 500.000 lekë në muaj. 10 lekë, 20 lekë dita. Edhe si shkojnë atje te skafi? Kam jetë i qonë. I qonë lartë me poshtë, dhe qoftë ti numrin e ke, por çdo gjë e rregull. Mirë vllai. Ajo çfarë dëgjua deri tani është vetëm nisja e kësaj historie e abuzimi. Sepse këta dy individ, Alion Çakëri dhe ortaku i tij Olsen Sherifaj, gjithmonë duke përdorur emrin e këtij të fundit, kanë marrë edhe një hapësirë tepër të lakmueshme në gatdishullin e Karaburunit, i klasifikuar si zonë e mbrojtur. Hapësira prej 2030 m2 tokë i është dhënë në përdorim për qëllime turizmi Olsen Sherifaj më 3 tetor të vitit 2025 me afat kohor 1 vjeçar. Konkretisht, aty ka nisur punimet për të ndërtuar një beach bar dhe një mall. Mande nga ajo Karaburuni si ka shku këti ma? A hapi apo ja akoma? Akoma si kanë. Kur e hap? Po me ditë besoj, do përgatitet. Po se më kanë thanë që do të bëjnë diçka të bukur aty, kanë bërë me beach bar me gjana. Ka punë shumë me. Po të mbi 100 minuta këtu në punë. Ne 100 ta komune po. Busha të gjitha kjo këtu. Ja vjen mbi 300-400 makina në bërë. Ato do ikin edhe në Karaburun. Bë dale bukur atje strukturat, aty dale bukur. Kanë edhe një 60-70 metra kub doras. Ja me atë ka i doras.
Me ata aty në kush me dëras aty edhe lift bas gomonat të driq. E me sa rrugë keni çu deri atje? Po janë të gjashtë rrugë. E çfarë të çoni edhe këta tjera, cilat janë ta që të çoni? Ja, ato aty e mole lumbrufat. Dhe ti vjen për kështu për varkat, me parku varka. Për një. Dhe për gjithë këtë masakër mjedisore, më 27 mars të vitit 2026, IKMT mbajti këtë proces verbal, duke konstatuar kundërvajtjen punim e ndërtimi pa leje ndërtimi, konkretisht ngritje strukturash të përkohshme, pedane dhe pasazhe druri, të vendosur mbi formacione shkëmbore, që i përkasin zonës së mbrojtur dhe vijës bregdetare. Atje për momentin e kam pezulluar. Problemet e Vështeta? Ka ata i zilla i më burë, se i ka shefe në dy. Të cilën do t'ju prezentojmë pak më vonë. po ka dhe shefat tjerë, janë gjithë shefat tani. Ka dhe shefat probleme me një tjetri. Këto dihet se si është, nuk të lë, kur mundohesh të punosh të lë shteti. Kana 3 ditë që ata çuna që kanë me ndaluar, tha nuk na lënë. Alioni, ashtu të shku në qika tjetë e vendi apo ja? A shkon rrin atje? Para 10 ditësh ishte. Po përveç se kanë zaptuar në mënyrë të palishme triportin dhe gjirin e Karaburunit, çunat e partisë kërkojnë të vendosin edhe një pikë të madhe ankorimi për mjete ujore në mes të plazhit publik. Po nga e gjejnë gjithë këtë guxim, duke shkelur hapur ligjin dhe duke mbyllur çdo problem që mund të shfaqet me institucionet, besojmë se të paktën vlonjatët e marrin me mend. Alion Çakëri është kushëri i parë me deputeten socialiste të Vlorës, Briseida Çakëri, njëri mjaft i afërt me lidhje gjaku dhe politike me të. Fisi Alionit ka qenë i lidhur gjithkohës me politikën. Mos e vëri mendje fare atë. Kanë adresuar tamam këtë duaj. Ishte pikërisht zonja Çakëri, e cila duke përfituar edhe nga posti i saj si pedagoge, tentoi të improvizojë një takim të paraqitur si konsultim operator turistik, menjëherë pas një aktiviteti me student në ambientet e Universitetit Ismail Qemali. Në këtë takim ishin të pranishëm edhe deputet të tjerë, përfshirë një përfaqësuese të Partisë Demokratike. Deri në këtë pikë, gjithçka paraqitej si një aktivitet normal institucional, por ajo që ndodhi më pas ndryshoi plotësisht kuadrin. Personi që ngriti konkretisht kërkesën për vendosjen e stacionit në mes të plazhit ishte Olseni, pra bashkëpunëtori i ngushtë i kushëririt të deputetes. I prezantuar si drejtues kompanisë të mjeteve ujore, ai ngriti shqetësimin për mos lejimin e zhvillimit të biznesit. Mua më vjen shumë keq që vita ankohen si lonjat tek ju. Shumë shpejt u bë e qartë se qëllimi real i takimit ishte mbështetja për biznesin e kushëririt të parë. Dhe për këtë, deputetja socialiste do të kërkonte të përfshinte edhe opozitën. Një lloj politikisht korrekt. Në kuadër dhe afër së zonit turistik, ta bëjmë diskutim, mos të ndërrojmë problematika se kam dëgjuar nga mua, të dëgjojnë nga ju që jeni të prekur tamam nga kjo gjë, dhe më pas të shikojmë se si do të shkojë gjithë mbledhja. O bëjmë tani këtë punë, o nuk e bëjmë më vonë. E bëjmë tani ose nuk e bëjmë më vonë. Qëllimi në dukje është të ndihmojë kushëririn për të marrë stacionin e ankorimit në mes të plazhit, por nga ana tjetër kërkon të krijojë presion dhe sulm politik ndaj drejtimit të bashkisë në funksion të ambicjeve të saj. Për fat, përpjekja e 3 personave ka sjellë reagim të fortë në opinionin publik. Shoqata e turizmit dhe pronarët e bizneseve të Lungomares kanë reaguar përmes një peticioni, duke kundërshtuar këtë nismë dhe duke paralajmëruar rrezikun e lartë për jetën e pushuesve. Ata e konsiderojnë këtë një hap drejt përsëritjes së një tragjedie të paralajmëruar, asaj të jonatës 7 vjeçare në Potam, dhe për më tepër, sipas tyre, ekzistojnë zona të tjera të përshtatshme për këtë aktivitet. Alioni, deputetja, biznesi, palishmëria, partia, të gjitha në një paket. Sidoqoftë, Partia e para. Është e hënë 13 prill 2026. Kryeministri Rama ka një takim me strukturat e Partisë Socialiste në Vlorë, në të njëjtën ditë kur ne kemi shkuar të takojmë bosin e skafeve. Alionin, a din gjë? A ka ardha vjena? Demi nuk është tani, po edhe vinë. Alion, ore, kanë ardhur një dy këtu, flasin me ty. Alion, si je mo? Qa bane? Si dukesh? Ideja është me pru një 2 varka kështu për pasagjer, nga 15 vendshë. Po, re, sa do rishti këtu? Se ne kemi në vend të madhe, 1 metë gjys kemi një nuk ishmangem dot. Ishte Rama, po, se pash. Partia e para, e tham. Nuk ishmangem dot në 1 metë gjys, në ora 2 metë gjys besoj. Maroj punën dhe u vi direkt atje në triport. Mirë. Se pra që janë këto punë të partisë me mungesa. Jo, morë për i të zotë, është detyrim i parë. A kena një mundësi me ballë në i gjiro me pa pak vend në ta? Ke mundësi, po sot se ke kohën e duhur ti për këtë punë. Është mirë të flasim mirë paraprakisht të këto gjëra unë të dish edhe me numrin dërgoj mesazh. Mirë. Sa të marrë do të marr telefon. Sidoqoftë, për ta folur nga afër me Alionin, do na duhet të presim pak gjatë, derisa të mbaroj takimin me të madhin. Dhe pas 2 orësh, më në fund, Matilda, gazetare nga emisioni Piranja. Si u shkoi takimi sot me të madhin? U lodhët? Shumë mirë. Po këtu si u shkon puna? Shumë mirë. Si ka mundësi që ju thoni shumë mirë dhe ndërkohë ju ka ndaluar punimet pa leje që keni bërë ti gjiri Karaburunit?
Po, s'kam punin bale, s'kam ndërtimin karabin. Në fakt ju, sepse këtë e thonë të gjithë bashkëpunëtorët tuaj që janë këtu dhe që në pyetë. Po kush bashkëpunëtor? Të gjithë punojnë si tuaj, njerëzit e tu. Po mirë, fol çik me qetësi, që e ditë është e qartë, mos hajde fryr. Jo, jam shumë e qetë dhe patjetër e mirëpres kundërshtimin tuaj. Ulemi do sqaroje pa mikrofon, pastaj. Atëherë shiko, ideja është që ne kemi ardhur për informim publik, kështu që pa mikrofon nuk na intereson, por nëse ti je kaq i hapur dhe kaq Patjetër. i qetë sa thua, atëherë le të flasim, këtu jemi. Ti marrim nga fillimi, edhe filmohemi nga bashkëpunëtori yt, vllai i punon si ti më tës apo jo? Jo. Jo? Nuk keni vllai Armandos? Jo. Të arrish deri aty, sa të mohosh veten dhe vëllan? Si ma kanë dhënë informacionin bashkëpunëtorët tuaj këtu, po gjithë. Flasin shumë. Po, të drejtë ke. Okej, doja t'ju pyet, se ju jeni drejtori i qendrës së peshkimit apo jo? Po, e kuptoj. Si ka mundësi që një drejtori i qendrës së peshkimit bën biznes me një hapësirë publike dhe që duhet të punojë për interesat e peshkatarëve, sesa të ndërtojë një mol këtu pa leje, pa çdo gjë? Molin, po s'ka mol këtu. Po ju përshtarini këtu, se ne ju morëm telefon për molin. Po zë që mua. Ju më keni marrë me telefonin diku tjetër? Nga bashkëpunëtorët tuaj? Jo, është gënjeshtër kjo. Me numrin dërgoj mesazh. Po ke gënjeshtër. Po ju për çfarë erdhët? Për diskutuar për biznesin apo jo? Ju zotëria në telefon, Po? më tha kam 2 barka të shën Karabrun. Tha kam 2 skafe dhe duam që t'i stacionojmë këtu. Shiko, zotëria është bashkëpunëtori im. S'kam në Karabrun asgjë. Për çfarë erdhët atëherë nëse s'keni mund ta thoni në telefon këtë gjë? Po jo, pra tash ne shiko. Ne kemi sy edhe shkudo, e kemi të gjithë informacionin dhe ne prandaj kemi ardhur që diskutojmë me ju. Mendoj që ju mund të jeni të hapur. Ka problem ma që. Po jo, ne duhet sqaroj, keni nevojë për ujë. Ja ku i kemi një ujë këtu, të lutem mund t'imoni, t'japim një. Shiko, keni punuar pa leje, keni ndërtuar molin këtu. Po gënjen. Se kush po gënjen këtu, më mirë gjykojeni vetë. Si do qoftë, le të vazhdojmë t'i paraqesim fakte të tjera drejtorit të peshkimit. Me letra keni futur Olsenin, ortakun tuaj. Po Olseni është në fund të tij ka 15 vjet në këtë biznes, Po këtu jeni ju apo jo? Për çfarë jeni këtu sot? E keni thyer ligjin për shkak të lidhjeve politike që keni? Prandaj jeni kaq i qetë me deputeten. Po s'është e vërtetë. Shko më deputeti është punë e saj. Ndihmon dhe kushërinë apo jo? Mirë do ishte, po nuk po më ndihmon. Nuk janë këto punëtorët, nuk është ky moli juaj këtu që staciononi këto skafet? Madje ne kemi bërë pazar me ju para disa ditësh. Po shi Olseni. Po pse nuk jeni Olseni atje? Nëse është Po Olseni? merr Olseni telefon, ai mori mua telefon. Po pra sepse ju jeni zoti dhe në krye të Po, jo, çdo gjëje, Ndërsa në letra figuron Olseni, sepse ashtu duhet vepruar për të fshehur gjurmët. na keni thënë për skafet që mund paguajmë qira ditore 30 deri në 40.000 lekë, ndërsa qira mujore 500 euro. Po gënjen. 10 metra trosha pagon 500.000 lekë në muaj. 13 lekë, 20 lekë dita. Unë s'kam asgjë këtu. Je sigurt? 100%. Pse ke ardhur këtu atëherë? Se morë telefon. Pra, për këdo që e telefonon, Aloni shfaqet i gatshëm për të takuar. Ore, pse duhet ta takoj një njeri që se njoh? Ti duhet të mbrosh interesin publik dhe peshkatarëve apo jo? Interesin tim e kam mbrojtur. Interesin tënd po e bën mos mirë, është e vërtet, duke abuzuar dhe duke kthyer në biznes privat, po peshkatarëve do ta mbrosh. Tu ka emër. Alon Çakëri në krye dhe Olsen Sherifaj pestanom. Po është gënjeshtër. Ti bravo qoftë që bën ke kuraj po mashtron. Se mos kem kuraj Po se po mashtron. për të nxjerrë në pak këto abuzime që ju po bëni, duke përdorur postin tuaj dhe lidhjet politike. Je sigurt? 100%. Nëse nuk do kishte lidhje këtu, do pranoni që ta bënin takimin në qendër të Florës, ndërkohë ju thatë hajde të vendi punës. A më them këtu. Çfarë? Jo, mos e ti hajde takomin në report. Te Garden. Po ta bëjmë një triport apo aty? Ku dush ti, s'ka problem për ne. Më nuk ta rrugë. Te triporti. Të gjithë ka zotrin dhe gjithë bashkëpunëtorët. Po ja? Kam lidhje unë me zot. E ke gati. E keni shumë mirë lidhjen dhe ne e dim shumë mirë. Ju jeni Alon Çakëri, jeni kushëriri i deputetes dhe jeni personi që fshihet pas gjithë këtyre abuzimeve me hapësirat publike. Ti mashtron. Personi vetëm që mashtron jeni ju. Ti mashtron, verifikon letra. Ju jeni mjaft i zgjuar për t'i rregulluar të gjitha letrat dhe të fusni Olsenin si prestanom. Olseni ka 20 vjet në këtë biznes, çfarë po thon? Dhe vini ju, domethënë ju jeni si punëtori i Olsenit? Unë jam as punëtor, as ne u thjesht Olseni kam shok e mik. Po, edhe ortak. Kam lidhje fare. Thjesht keni ardhur për vizitë këtu? Mirë, shpresoj ta shijoni të gjithë masakrën që keni bërë kudo. Faleminderit. Gjithë të mirat, shëndet. Pisi Alionit ka qenë i lidhur gjithkohës me politikën. E jemi e ti ka qenë kryetare e Partisë Socialiste të Vlorës. Unë me Xhaxhan e ti kemi qenë gjithmonë për qendrat e votimit. Dhe ai Xhaxha që ka qenë me mua qendër e votimit ka çupën tash që është deputete. Ajo deputetja, për këtë më thanin mua që ajo është garanci e sigurt më thanin. Po patëm atë e kemi pas vetes dhe është e kryme. Mos e vëri mendjen fare. Kanë adresuar tamam atë ku duhet. Je i garantuar për çdo gjë. Je i garantuar për çdo gjë.